Në gjuhashqipe.com është një faqe që e ka sa di Lulzim si Shishani, Qendra për Edukim dhe Përparim Qep. Në Kosovë ka krijuar një program të autokorrektimit në shqip që është përdorur gjerësisht, edhe pse ndoshta nuk i është njohur autorësia. Ai bën autokorrektimin, programi quhet AS20. Ai bën, domethënë, ai është një lexues elektronik i tekstit në shqip. Unë s'punoj dot pa këtë ose pa dikë tjetër. Vetë Microsofti ka një paketë të korrektimit të shqipës. Tekstin dhe e fut aty apo e uploadon? Kur unë hap Wordin tim, unë e kam shkarkuar më përpara aplikacionin, domethënë ose këtë që sapo thash, AS20, ose nëse je me Microsoftin e 2007-ës, 2012-ës, ata kanë krijuar një paketë të redaktimit dhe të korrektimit në shqipe. Sigurisht të formës fjalës, nuk shkojmë për te formës fjalës, sepse shqipja thash është gjuhë morfologjike me zgjedhim dhe me lakim. Por unë nuk punoj pa të. Pra, nëse unë shkruaj vetë, dhe nëse unë redaktoj, se unë redaktoj çdo ditë, unë e kam gjithmonë aktiv këtë program. Por unë nuk ja gjej medjeve në shqipe këtë gjë, sepse unë shoh shumë gabime. Dhe nuk ja gjej studentëve të gazetarisë dhe profesionistëve më të dinë që duhet bëhet. Dhe unë besoj që kjo është një gjë që duhet bëhet nga vetë qeveria. Pra,